Teatri Alternativ Phoenix do të sjellë nesër në orën 19 në Pallatin e Kulturës në Tetov premierën I burgosur I Kati të 15 me autor Nil Simon dhe regji të Fitim Selimit. Dy aktorët, Burhan Hamiti dhe Sanie Bekteshi, do të sjellin para publikut tetovar një tragjikomedi që prezanton problemet aktuale të shoqërisë son, veçanërisht problemin e punësimit, në një kohë kur politika është dirigjuese e çdo sfere të jetës. Buri ose shtylla e shtëpisë kur largohet nga puna, ajo Burhanin në fakt që e luan Robin nuk dëshiron që t'ja përcjell bashkëshortës së tij larguarje nga puna. Ai fillon në një krizë nervore, duke e shtyr kohën duke lexuar gazeta, duke dalë në pyll, duke bërë lloj-lloj sferash të veta që të bëjë jetën më atraktive, duke shkuar në kop zoologjik e kështu me radhë. E si pasojë e kësaj, pas një zënke të tyre, ku personi fjalë Burhani nuk I tregon asaj se çfarë ndjen, se ti nuk e ke përjetuar atë që e ndjej unë se jam I papunë, edhe atë paraprakisht e kuptojmë se edhe ato e kanë larguar nga puna. Burhan Hamiti, I cili përveç se personazh kryesor është edhe asistent regjie në këtë shfaqje, thekson se publikut do t'i servohet një temë mjaft interesante, e cila në raste të shpeshta gjen shteg përmes humorit. Shoqëria jonë po përballet jashtëzakonisht shumë, sidomos rinia, me problemin e punësimeve, të cilat pra po them fatkeqësisht duhet të kalojnë nëpër filtrat e politikës, dhe kjo është një nga sfidat e më të mëdha të personazhit I cili humb shpresën për gjëqje të një vendi të punës për shkak të këtyre problemeve politike, plus moshën të 50-at që nuk jam mendja që mund ta rikthen jetën. Ju e dini, kur një buri mbetet pa punë në një familje shumë e rëndë, fillojnë krizet, shqetësimet, fillojnë xheloziat. Po, përveç dramas kemi edhe shumë komedi në këtë shfaqje nga mënyra e qasjes së problemeve të personazheve. Kështu që kjo ndoshta më mirë do ta përkufizonim si një tragjikomedi shumë e mirë. Dhe prandaj po themi që do të korespondon shumë me publikun, edhe për shkak të qasjeve komike, të cilat shpesh njerëzit nuk zgjedhin formën më të mirë për qasjen ndaj problemeve, po edhe problemet që shumë njerëz besojmë që do ta gjejnë vetveten në këto probleme. Me premierën I burgosur I Kati të 15 do të mbyllet viti artistik I Teatrit Alternativ Phoenix.